njëjtën kohë kisha folë me shumë organizata jo qeveritare që veprojnë në Gjakov, edhe protestuam, përgjigja ishte masive qytetarëve. Mirë po ajo u zgjeru në krejt Kosovën, jo vetëm në Gjakov, edhe është protesta e vetme që kemi arrit me e plotësu kërkesën e saj. Një rezultat konkret, do më thonë. Është e vetmja në Kosovë që me patjetër u desh të shkarkohej Jablanovici, e për atë është një kujtim se njeriu kur nuk duhet të dorëzohet edhe të mendon që ndoshta nuk bëhet. Nëse diçka është e mundshme, thjesht duhet me punu për të, me bashku njerëz një qëllimi se gjithçka është e mundshme. Jeni aktive në politikë. A mund ta krahasosh politikën me luftën? Cila është më e vështirë për ty? Cila më e komplikume? Politika. Politika. Unë e kam, është histori e gjatë kjo, edhe i uroj vetes që herë do kur do ta shkruaj dhe ta lë. Unë e konsideroj që në jetën time është viti më i vështirë 2017, shkaku i presioneve të mëdha që i kam përjetuar, shkaku i qëndrimeve politike. Edhe lufta më është dogë tepër e thjesht në krahasim me politikën. Nëse mund të shprehem figurativisht, është sikur me pa bardhëzi edhe me shumë ngjyra. Politika atë sa është e bukur, mu më përmbush dhe kam qëllime, por në njëjtën kohë është një ambient i dytë ku nuk e din që në rreth me kë keme u gjendë. E tash këtu desha të pyes, sa është e vështirë për një luftetar të ruaj ato idealet e luftës, atë pastërtinë, atë imazhin e mirë për lirinë, për jetën, kur hyn në botën e politikës? Është e vështirë, por nuk është e pamundshme. Nuk është e pamundshme. Jo, as pak. Unë deri këtu asnjëherë nuk më ka ndodhur që të lëkundem nga ajo që unë besoj, nga bindjet e mia, pavarësisht çfarë sulme mundem me pas, unë prapë vazhdoj me qëndru besnike edhe aty nuk kam për ulje. Bindjet e mia nuk kam për ulje. I prezantoj, i përfaqësoj, edhe për 12 vite sa kam qenë asambleiste në Gjakov, kam qenë normalisht asambleistja më aktive në komunë, por që nuk kam bërë kur kompromis me vendimet që i kam marrë aty. Asnjëherë në interesin e asnjë personi, gjithmonë në interesin e qytetit edhe qytetarëve. Do të thotë, ky është parimi im që e mbaj në politikë. A mund të jetë një njeri njëkohësisht idealist, por edhe realist? Po, normalisht. Idealja mendoj që idealizmi mu më ka ushqy edhe kam besu ndoshta shpesh edhe verbërisht në disa gjana. Mirë po, idealistit nuk në kupton tjetë ndonjë imagjinar. Idealizon diçka që ndoshta për realen mund të duket fillimisht si e pamundur, por me punë arrihet edhe idealizmi. Kështu që janë në harmoni me njëra tjetrën, goxha shumë. Ndoshta bën diferencë, por